A është e dëmshme ngrohja me sobë me dru gjatë dimrit? Flasin ekspertët. Prej vitesh jemi dhe vazhdojmë të ngrohemi me sobë me dru. Kryesisht zona e jugut të lindjes dhe veriu mund të vazhdojnë të mbajnë gjallë traditën e sobës me dru. Kur zjarri fillon të ndizet në muajt e dimrit, ai fiket më pas në fund të marsit. Teknologjia e një sobe me dru ka avancuar sipas kërkesave të konsumatorëve. Çdo familje konsumatore e sobave me dru sipas pikave të shitjes së lëndëve drusore konsumon nga 40.000 lekë deri në 10.000 lekë të reja në muaj. Sipas Instat, për vitet 2015-2016 në Shqipëri, prodhimi i drurit dhe letrës janë eksportuar 3% dhe importuar 4%. Por gjithashtu, sobat me dru sipas Organizatës Botërore të Shëndetit mund të dëmtojnë cilësinë e ajrit. Grimcat e lëshuara në ajër dhe mbetjet e saj mund të shkaktojnë probleme me mushkëri. Prandaj zgjidhni mënyrën tuaj alternative e cila nuk do të dëmtojë edhe shëndetin e mushkërive.